Unë mendoj që qosja ka qenë me folë në standarde në parime pa emrat përveçshëm. Pra nuk është që është përmend dikush i përveçshëm, kemë thonë që venet i bën erë edhe Partia Demokratike e Kosovës e mbështet dikën që nuk e përfaqëson veç një parti politike, nuk e përfaqëson veç pozitën ose veç opozitën, po dikën që përfaqëson edhe opozitën, po edhe qytetarët që realisht nuk e votojnë presidentin direkt, dikush që ka reputacion e integritet edhe vendor edhe ndërkombëtar, dikush që ka kontribute e është intelektual që i bën nder edhe shtetit Kosovës, po edhe qytetarëve të Kosovës, vazhdojna me mbet brenda këtyre qëndrimeve, kuptim të asoj që me diskutu në parem edhe në standard se kush do duhet të plotësonte këto atribute për të qenë president i vendit, ende nuk është faza që kem fol në emrat përveçshëm, nuk kem fol asdje, nuk po flosum as sot, po menoj që vullneti i Partisë Demokratike të Kosovës është që me kontribu në interes të institucioneve të vendit dhe të shoqërisë, po nëse nuk ka me mujtë me u gjindë dikush, nëse nuk ka me pas disponim prej forcës kryesore politike, Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme gjithashtu me shku në zgjedhje. Nuk është se është diskutu për marrëveshje politike. Çështja e marrëveshjes politike ka përfundu. Marrëveshja politike i kishro kur është formuar qeveria. Partia Demokratike e Kosovës nuk është interesuar për marrëveshje politike, është interesuar me pas çështje proaktive, pozitive, mbështetëse për institucionet, edhe mbështet një kandidat që i plotson këto standarde që veç i ceka para prakë. Nuk është se po du me ulçu në emrat përveçshëm, po menoj që vendit nuk i bën erë dikush që ka pas çështje të njanshme dje, dikush që është e përfaqëson veç një grup ose një subjekt, po flasim për dikën që është mbi partitë politike. Në këtë nivel na jena duke folë në parime e në standarde, po nëse është e nevojshme dhe arsyeshme e kërkohet, padyshim që Partia Demokratike e Kosovës do të nxjerrë emër. Kur do të ketë takime, pasi që sot një javë më së largu do të përfundoj këtë çështje? Për pjesën e kohës të takimeve, nuk është se jam kompetent edhe në informacion, po aja çka jam këtu për me thonë është me prezentu qëndrimin edhe me prezentu çështjen tonë si Parti Demokratike.